Kjo video është për ndjeshmërinë sensore të fëmijëve me autizëm. Ndjeshmëria sensore është karakteristika specifike e fëmijëve, është mënyra me të cilin procesojnë informacionet që marrin nga të gjitha shqisat, mënyra me të cilën lidhen me botën dhe mënyra me të cilën rregullojnë vetveten, njohin trupin e tyre dhe kuptojnë ndjesitë e tyre. Ndjeshmëria sensore është e lidhur ngushtë me komunikimin dhe me rregullimin emocional. Kjo ndjeshmëri sensore, pra këto nevoja sensore të fëmijës, shumë profesionistë i quajnë stereotipi. Dhe unë kam bërë pjesë të këta. Por ndër vite dhe gjithmonë, kur kam punuar me prindrit, ju kam këshilluar që këto as nuk hiqen, as nuk ndalohen dhe as nuk korrigjohen, sepse janë naturaliteti i një fëmije me autizëm. Janë mënyra me të cilën komunikon me ne, mënyra me të cilën lidhet me ne, mënyra me të cilën përjeton vetveten. Pra, nevojat sensore janë një lidhje dhe një karakteristike një fëmije me autizëm nëpërmjet të cilave ai lidhet me ne dhe njeh trupin e tij. Ndjeshmëria sensore nga njëri fëmijë te tjetri varion nga shmangës të inputit deri në kërkues të inputit. Ka fëmijë të cilët përgjigjen menjëherë kur ka një input. Ka fëmijë të tjerë të cilët e kërkojnë inputin. Në material ju e kishit shmangës dhe kërkues. Një fëmijë që i vendos duart në vesh dhe do të iki nga zhurmat në të cilat gjendet, do të thotë që ka një reagim të menjëhershëm ndaj inputit. Ndërsa një fëmijë që lëviz gjithë kohën ose që ri e shtyp celularin apo tabletin tek e njëjta muzikë që të shikojë të njëjtën video për të disa të herë dhe të dëgjojë të njëjtin tingull, ka nevojë për input. Pra, dikush ka një vetrregullim aktiv, dikush tjetër ka një vetrregullim pasiv. Cila është këshilla ime për ju mamat? E para, konsiderojini nevojat sensore si karakteristikën specifike të fëmijëve tuaj me autizëm. Në vend që ta hiqni, ta largoni, të agitoheni kur e shihni fëmijën tuaj me këto ndjesi, me këtë lloj ndjeshmërie sensore, do duhet të merrni pak frymë, ta vëzhgoni fëmijën dhe të kuptoni çfarë po i ndodh, çfarë mesazhi po na jep. Një fëmijë që kërkon të shmangi inputin, ajo që duhet bëjmë ne është ta largojmë nga vendi ku ka inpute të tilla të cilat e shqetësojnë. Shumë mama do pyesnin dhe do të më thonin, po ai duhet të mësohet. Duhet të mësohet. Jo zemër. Ai nuk mund të mësohet në një stres emocional dhe sensorial. Sa më shumë ne vendosim fëmijën në inpute të cilat ai nuk i përballon dot, ajo që kemi bërë ne është kemi prishur ekuilibrat e tij të rregullimit emocional dhe ndaj ne shohim fëmijë të cilët bëhen agresiv, përtasin, duat të ikin, reagojnë agresivisht ndaj tjetrit, godasin veten. Pra, ne nuk mund të mësojmë një fëmijë në një stres sensorial. Kur fëmia e ka të vështirë të dëgjojë zhurmat apo muzikën në një ambient, ajo që duhet bëjmë ne është duhet të ikim. Ose të ikim nga vendi ku ka një stres sensorial, ose të përdorim mjete të cilat kufizojnë stresin sensorial. Të tilla për shembull siç mund të jenë kufjet që kufizojnë zhurmat. Ndërsa kur kemi të bëjmë me fëmijë që janë kërkues, pra e kërkojnë inputin, e qetësojnë veten nëpërmjet kërkimit të inputit, siç mund të jetë për shembull lëvizja. Ka shumë fëmijë me autizëm të cilët lëvizin tërkohën. Lëvizin, hidhen, ngrihen dhe shumë këtë e quajnë hiperaktivitet. Në fakt, ky nuk është hiperaktivitet. Kjo është një nevojë sensore që lidhet me lëvizjen, është një mënyrë që trupi e përdor për të qetësuar vetveten, sepse mund të jetë në një gjendje stresi, mund të jetë në një gjendje të lodhur, mund të jetë i mbi ngarkuar dhe ka nevojë të lëviz që të qetësojë vetveten. Një fëmijë që mund të ketë ndenjur 3-4 orë në kopës në shkollë apo në terapitë që ndjek, në momentin që vjen në shtëpi, patjetër do fillojë të lëviz nëse ka qëndruar ulur, nëse ka qenë në presion, po themi në një presion sensorial apo në një presion të ambientit neurotipik që i kërkon fëmijës të qëndrojë ulur, të qëndrojë si gjithë të tjerët e kështu me radhë. Ndaj, disa nga këshillat për nevojat sensore janë: e para, t'i kuptoni nevojat sensore të fëmijës.
të ndërtoni profilin sensor të fëmijës tuaj, të parapregatisni fëmijën që po ndodh kjo zhurmë, që ne do të jemi te ky vend, që ka shumë zhurma, njëkohësisht të përdorni mjete të cilat kufizojnë gjithë këtë ngarkesë shqisore. Sidomos kur janë në gjendje të stresuar, fusin në gojë gjithçka, forma trembullakta, forma që i shtypin, janë fëmijë kërkues oral. Në vend që ta lini të fusi në gojë gjithçka, ajo që ju mund të bëni si prindër është të përdorni disa mjete, të cilat fëmia janë apostafat për këtë punë, dhe fëmia i përdor dhe ju e mësoni që sa herë që ai është në një gjendje të tillë mund të marri dhe të mbajë diçka të butë të cilën e kafshon. Dhe kështu ai nuk kafshon objektet, nuk ju kafshon ju, nuk fut gjëra në gojë. Pra, ju më keni shkruar për të gjithë fëmijët tuaj dhe ajo që kam kuptuar është që dikush është kërkues, dikush është shmangës, disa janë edhe kërkues edhe shmangës. Këshilla ime është, kur fëmia është shmangës inputit, ju duhet të paraprini, duhet ta ndihmoni me mjete që kufizojnë inputin dhe në të njëjtën kohë t'i përdorni këtë nevojë të fëmijës për t'u larguar si një lidhje me të. Pra t'i tregoni që ju e keni kuptuar dhe që po largoheni nga vendi ku ai bezdisej nga zhurmat. Përsa i takon shmangjeve që shumë fëmijë kanë, për shembull për të prerë thonjt, për të prerë flokët, për t'ju rënë ujë mbi kokë. Këto janë shmangje të inputeve, ndaj ajo që ju duhet bëni, duhet të ekspozoni fëmijën ngadalë, duke parapregatitur me dushin, duke parapregatitur se çfarë do të ndodh, duke i marrë në fillim një peshqir të butë dhe duke i lagur nga pak fytyrën, duke vendosur streha në kapele të tilla të cilat në fillim bie ujë që lahet, por nuk bie mbi fytyrë, se gjithë frika është mbi fytyrë. Shumë e duan ujin për t'u larë në det apo për të luajtur me ujin, por nuk e pranojnë të bjerë mbi kokë, sepse fëmia përjeton ankth kur e ka ujin mbi kokë. Pra, te fëmijët që janë shmangës, ju duhet përdorni mjete që kufizojnë dhe largojnë inputin. Ndërkohë që te fëmijët që janë kërkues, pra i duan, ajo që ju duhet bëni është të integroni nevojën e tij sensore për t'i mësuar komunikimin. Për një fëmijë ka nevojë, ka qef që të vrapoj, të hidhet apo të kërcej hopa, ju mund të kërceni bashkë me të në trampolin dhe ta mësoni që t'ju kërkoj për shembull që ej, hidhemi, kërcejmë, bëjmë të dy bashkë, hidhemi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pra, nevoja sensore e fëmijës integrohet në komunikim. Dhe në këtë formë kemi rregulluar emocionalisht fëmijën dhe lidhjen tonë me fëmijën. Pra mbani mend 3 gjëra. Ndjeshmëria sensore është e lidhur me komunikimin dhe rregullimin emocional. Fëmijët shmangës do të përdorni paraprirjen dhe mjete që e kufizojnë inputin. Tek fëmijët që janë kërkues, do ta përdorni inputin për ta integruar si një mënyrë për të komunikuar me fëmijën dhe për të krijuar lidhje me të. Dhe shumë prindër që kanë problematika me prerjen e flokëve apo me prerjen e thonjve, dhe këta janë fëmijë shmangës, ajo që duhet bëni përsëri është paraprirja, të përdorni për shembull për prerjen e flokëve, ka mjete të tilla të cilat i prekin fëmijës qafën, por nuk kanë fërkimin me lëkurën dhe njëkohësisht qimet nuk bien mbi trup, por bien tek gypi. Pra janë enkas tools ose mjete që përdoren për fëmijë të cilët janë shmangës të inputeve. Siç mund të ketë edhe fëmijë që janë kërkues, ka fëmijë të cilët duan të luajnë me flokët e tyre, rinë mirë tek berberi, por në të njëjtën kohë duan të luajnë me mjetet e berberit dhe ju mund t'i jepni lojra dhe lodra që ai të luajë gjatë kohës që po i pret flokët. E njëjta gjë dhe me prerjen e thonjve. Kjo prerja e thonjve, për nga eksperjenca ime, është mjaft e vështirë dhe ajo që rekomandohet është qoftë t'ja bëni në situata kur fëmia i ka të zbutur thonjë dhe nuk i krijojnë shumë dhimbje, të gjeni mjete të cilat t'ia lehtësojnë prerjen, sepse në thelb ajo që ndodh
është që fëmijës i priten flokët apo i priten thonjt, ka një ndryshim të gjendjes në të cilën fëmia gjendet dhe për të është një situatë e re, po ja heqim, po ja presim diçka, ndaj duhet vini me ngadalë. Dhe në fund fare kemi fëmijë të cilët shmangin ushqimin. Shumë mama e kanë shkruar këtë, por ajo që duhet bërë është përveç se duhet të shihni profilin sensor të fëmijës, në të njëjtën kohë duhet të shihni dhe çfarë ushqimesh fëmia i preferon, është shmangës në shikim, është shmangës kur e nuhat, është shmangës kur e shijon. Dhe në varësi të kësaj duhet të përdorni alternativa, duke ja vendosur nga pak ushqimin atje, duke e tentuar pak që ta shijoj, duke kthyer në formën e lojës. Pra, nevojat sensore janë, siç janë karakteristika specifike e fëmijëve të spektrit, janë në të njëjtën kohë dhe sfida më e madhe, qoftë për fëmijën, qoftë për prindin. Prandaj, unë do t'ju rekomendoja secilit nga ju, mamat, të merrni kohën dhe të ndërtoni profilin sensor të fëmijës tuaj.